pasuritë natyrore nuk janë të askujt veçmas, por janë të gjithëve bashk dhe mbi të gjitha që zhvillimi nuk mund të vijë duke shkatruar bazën mbi të cilën ndërtohet jeta. Garda për mbrojtjen e natyrës është shprehje e një ndryshimi të thellë në mënyrën se si e kuptojmë shtetin. Një shtet që nuk është spektator, por veprues. Një shtet që nuk reagon vonë, por parandalon me kohë. Pra, politika, veprime e masa paraprake, duke mos pritur për reakcion ndaj dëmit i cili tashmë veçse është shkaktuar. Një shtet i cili nuk e toleron degradimin, por e ndalon dhe parandalon atë. Për shumë vite, natyra në vendin tonë është trajtuar si një hapësirë pa zot. Aty ku ka munguar shteti, ka hyrë abuzimi. Aty ku ka munguar ligji, ka dominuar interesi i ngushtë. Ne po e ndryshojmë rrënjësisht këtë logjik. Mandatin e kaluar janë ndarë mbi 10 milion euro për rregullimin e shtretërve të lumejve, si dhe për pastrimin e tyre. Është investuar në ndërtimin e shtretërve të lumejve, ashtu si jemi zotuar, do të mbyllim të gjitha deponit ilegale dhe do të krijojmë një sistem të ri, modern e të sigurt për menaxhimin e mbeturinave. Do të ketë monitorime dhe inspektime të rregullta, si dhe ndëshkime të ashpra për ndotësit. Do të vijojmë me aksionin shtetëror për mbrojtjen e natyrës, për të ndaluar degradimin e lumejve, pyjeve dhe zonave të mbrojtura. Një hap që shndron vizionin ton shtetëror në një roje të gjallë të pasurive tona kombëtare, sepse për ne mbrojtja e natyrës është prioritet shtetëror i panegociueshëm. Në udhëheqjen e qeverisë së kryeministrit Kurti, ne po ndërtojmë një qasje të re ndaj mjedisit, një qasje që nuk e sheh natyrën si burim për të shfrytzuar nga disa, por si pasuri e përbashkët që duhet menaxhuar me kujdes, përgjegjësi dhe vizion afatgjatë. Garda për mbrojtjen e natyrës është një instrument konkret i kësaj politike. Ajo përfaqëson një model të ri të bashkëpunimit ndërmjet shtetit dhe shoqërisë. Garda do të na ndihmojë në monitorim, parandalim të krimeve mjedisore dhe për edukim qytetar. Para se të vija këtu, kam nënshkruar vendimin për themelimin e kësaj garde. Garda për mbrojtjen e natyrës, që konkretizohet sot përmes vendimit të ministres dhe pastaj edhe marrëveshjes ndërmjet Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, është një nga mekanizmat që rrit kapacitetin për parandalim dhe reagim ndaj çdo shkele që dëmton mjedisin. Si Ministri e Punëve të Brendshme, do të jemi në mbështetje të plotë të gjitha aktorëve, të gjithë juve, me qëllimin e qartë që asnjë shkelje të mos mbetet pa u trajtuar dhe asnjë abuzim në raport me mjedisin dhe atë që na rrethon mos mbetet pa përgjegjësi.